Seanca që u mbajt sot për të penduarin e drejtësisë Erion Alibej është zhvilluar mes tensioneve, përplasjeve dhe gjobave. Sot pritej ballafaqimi i dëshmisë së bashkëpunëtorit të drejtësisë dhe të pandehurve të tjerë të dosjes Plumbi Art, por gjithçka u shoqërua me tensione të forta mes avokatëve dhe prokurorëve të çështjes. Sot avokatët duhet t'i drejtonin pyetje të penduarit Erion Alibej dhe kërkuan që t'ju vijë në dispozicion 6 deklarime të Alibejt që ende nuk i zotërojnë. Kërkesa u refuzua nga prokurorët që pretenduan se deklarimet në fjalë nuk i përkasin kësaj çështjeje, por fakteve të tjera penale. Gjithë debati u shoqërua me tone të larta dhe pas përplasjeve verbale me prokurorin e çështjes Behar Dibra, 4 nga avokatët e të pandehurve zgjodhen që të braktisnin sallën. Pas situatës së krijuar, trupa gjykuese e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ndërpreu seancën dhe vendosi gjobë me nga 30.000 lekë për 4 avokatët. Seanca tjetër pritet të mbahet me një korrik. Dosja Plumbi Art mbetet një nga proceset më të bujshme në luftë kundër krimit të organizuar, pasi përfshin emra të njohur të botës së krimit dhe rrëfime tronditëse të bashkëpunëtorëve të drejtësisë, të cilët kanë ndihmuar në zbardhjen e një sër veprash të rënda penale.